A ka mundësi që të bëhet një gjë e tillë? Ne e dim se edhe Enver Hoxha kishte kërcënuar Maqedoninë dikur në një çështje të tillë, por realisht a ka mundësi të ndryshohet rrjedha e një lumi? Si shikohet kjo në ligjet ndërkombëtare, duke marrë parasysh se ka edhe gjëra të tilla për ujërat? Faleminderit për ftesën fillimisht, përshëndes edhe pjesëmarrësit në studio. Realisht mundësi teknike, inxhinierike gjithmonë janë të mundshme për gjëra të tilla. Po parashtrohet pyetja se a është e mundur në një Si duket e humbëm. E presim pak, Kronin, mbase është një shkputje vogël teknike. Pra, zotri Morina, na dëgjoni sepse ju humbëm për një moment. Po. Mund të vazhdoni, natyrisht, të jepni përgjigjen tuaj. Jemi në rregull. Po, zotri Morina, po ju dëgjojmë. Parim, në ndryshime apo mundësi teknike sigurisht që ka, inxhinierike ka, që të ndërhyjet apo rrjedhjet të lumejve, mirë po me një kohë ku jetojmë, domethënë këto gjëra janë pothuajse të pamundshme. Pak është e çuditshme se deklaratat e presidentit serb janë përsërit, një deklaratë e tillë ka qenë edhe në vitin 2024. Një gjë e tillë është përsërit tash, domethënë sigurisht ai këto deklarata i përdor për qëllime veta. Mirë po. Po sa ka bazë që gjëra të tilla të ndodhin? Pra ju treguat se mundësi teknike, inxhinierike mund ta lejojnë të ndodhë një gjë e tillë, por realisht nuk është vetëm inxhinieria dhe teknika ajo që determinon tarmën, do të kemi edhe marrëveshje, ka edhe marrëveshje ndërkombëtare në raport me ujërat dhe na intereson të dimë nëse interferencat e tilla në rrjedhat lumore mund të kryhen pa konsultim me mes të jashtëm apo me Komisionin Evropian. Absolutisht. Dgjoj, këtu gjana i rregullojnë edhe aktet normativat domethënë ndërkombëtare. Kemi një sër ligje edhe konventa që i rregullojnë këto çështje. Është ligji i ujërave në Kosovë që pak a shumë i trajton shumë mirë këto gjëra sepse ka lumej që burimin e kanë në Kosovë dhe rrjedhin në shtete tjera. Domethënë absolutisht nuk ka mundësi me pa gjëra të tilla, edhe Kosova i din mirë këto aspektet ligjore që ngarkohen për me respektu këto rrjedha të lumejve. Po ashtu janë konventa që janë shumë të rëndësishme që i rregullojnë ta zonë është konventa e UNICEF-it për mbrojtjen e përdorimit të ujërave ndërkufitare. Është konventa e Kombeve të Bashkuara që i rregullon po ashtu këto rrjedhje të lumejve domethënë në vitin 1997. Është një direktive e Bashkimit Evropian domethënë 2000/60, domethënë që po ashtu i flet për standardet e këtyre që domethënë parim këto gjëra janë të pamundura sepse gjitha këto normativa, këto direktiva i obligojnë shtetet që kanë këto resurse ujore edhe që i trajtojnë edhe pellgjet, jo vetëm ajo rrjedha e lumit, domethënë që t'japin edhe informacione shtesë për çfarë do veprimi, qoftë ndikime klimatike apo gjëra tjera. Domethënë këto deklarata, domethënë janë për konsumin e mbrëmshëm të shtëpisë, po personalisht mendoj si ekspert i kësaj lamie nuk duhet të injorohen absolutisht sepse dihet çfarë rëndësie ka domethënë burimi. Edhe për çështje energjetike më tepra dhe për sigurinë kombëtare të Kosovës. Është jetike për ekzistencën e shtetit. Domethënë na gjithë e dimë sa është i rëndësishëm ky burim, edhe unë besoj që edhe qeveria domethënë e ka parasysh patjetër se duhet të ketë reagime përmes institucioneve ndërkombëtare, që kjo gjë bëhet e madhe, sepse në parim kur presidenti serb thotë i kombledh ekspert më të mirë të vendit, edhe do ta shqyrtojmë këtë çështje, domethënë nuk është një çështje që veç ta lëm për konsumin e tyre të mbrëmshëm, mirë po duke marrë parasysh rëndësinë e këtij fenomeni, domethënë e kësaj deklarate, domethënë gjithsesi duhet të përgatitemi për këto gjëra të tilla. Zotër Morina, faleminderit shumë që keni qenë sot në Kosova Today. Gjithta faleminderit shumë për gatishmërinë tuaj që në kohë shumë të shkurtë u organizuam që të jeni live sot këtu. Faleminderit. Faleminderit për juve.
Ishim bashkë me ekspertin e ujrave, zotëriun Morina, atëre në studio është Bedre Lezi, me lidhje live driton Tali, është bashkangjitur tashmë, ndërkohë që menton Azarko vetëm pas pak bashkangjitet. Unë dua ta nis me Elezin për këtë, që ta trajtojmë